Bravo për parim Rama, ma knaqe zemrën. Ka fillu tash edhe protesta në rrugë ndaj Kurtit. Original, djali, kreativ, po mbi të gjitha i guximshëm, e jo pa kurrizor për shembull si Urani Ismaili që 4 vjet ka flet pa asnjë debat në televizion kundër Kurtit. Bravo për po. Kështu bëhet opozita. E jo për shembull si ata dy qyqartë Memli Lumiri që kur ka leke Kurtin kuvend i lakshin pantollat. Nuk po flas sonte për Petri Hamze sepse është ende në fillimet e tij dhe natyrisht kemi shpresa të mëdha. Nëse ai e ndron ekipën e shërbëtorëve të Memlit, të Uranit, të Vlorës, për ndryshe s'ka më pas sukses. Sonte pra miq, po flas për një, kisha më thënë, risi interesante në politikën kosovare, një fenomen që po e shem gradualisht paradigmen e vjetër të asaj opozitës false të Memlit, Lumirit, të Uranit, Vlorës e tjera, asaj opozitës së frikës, opozitës së komplekse ku mundohen me folkin se si profesora. Për parimi pas dhe vëndësën këto me një originalitet që së mundesh me ble, as së mundesh me montu me filtra, as në Instagram, as TikTok, as Facebook, si që bënë për shembull Urani, Lumiri e tjera. Sonte pra, po flas për parim Ramen, njeriu që pa u fejkirat, pa u kamuflu, pa u ly me urbanitet artificial, ja ka nisë mu politor kjo që opozitës ndaj Kurtit. E kjo pikrisht sepse ky tipi nuk është fals. Ky nuk bëhet fals, bile edhe me pagun nuk po del kjo fals. Ndërkohë ata tjertë, Urani Ismaili, Memli, Lumiri, Vlora, edhe 100 vjet, siç kam thënë, edhe 100 vjet në politikë Kurti nuk mund të mërzu. Sepse nuk kanë energjinë, sepse nuk kanë stilin, nuk kanë guximin mbi të gjitha. Po nuk e kanë as originalitetin e përparimit për më ballavaçu me Albin Kurtin. E keni pa për shembull sa ka investuar Urani në fushat me u duk urban. Sa studio, sa video, sa filma me ngjyra pa ngjyra. A dini pse? Sepse nuk është mjaftueshëm urban. Dhe kompleksi ka dalë sipërfaqe shpejt. Dyqysh sikur do ke me na thonë shikoni, unë jam marrë për Gjilanin në Prishtinë në shkollë fillore, ama jam ma prishtinalist se përparimit që ka linë në Prishtinë. Çfarë gabimi fatala, sepse vendi linjës nuk të bën urban. Urban është njeriu që përvetëson kulturën e sherit, qytetit, thjeshtësinë, stilin, humorin, po komunikimin, elegancën e mos fejkiratjes, spontanitetin. E përparim Rama që to i ka krejt natyrshëm. Prandaj votat urbane i ka marrë me lehtësi e jo me zër. Madje ky i ka zgjeruar te legjenda dhe UÇK-s, sepse nuk i rrjedh kompleksi si Uranit për llogën e PDK-s e besa të UÇK-s. Ndërsa Urani u ikte legjenda të UÇK-s e të PDK-s gjatë fushatës, prej frikës se po ja dëmtojnë atë votën e ashtu quajtur turbancave. Rezultati nuk i maksimizoi as votat urbane, as të militante, sepse shfaqi komplekse në të dy anët. Pastaj Memli, Lumiri, po çfarë opozite? Opozite zbet, opozitë zanore, opozite lodh, 4 vite me radhë veç kanë hesht. Si Urani, si këta, ju ka mungu ballafaqimi drejt për drejt me Kurtin. Madje s'kan stil, s'kan sharm, s'kan spontanitet, sidomos s'kan frikë shumë të madhe ndaj Kurtit. Fjalimet e tyre janë fjalime monotone, janë të shkruara nga tjertë, që ashtë nuk korrespondojnë me kaloritë e tyre intelektuale. Ndërsa përpa i vetmi pa komplekse, sepse është original, me gjuhë thjesht, me sarkazëm natyrale, me atë humorin urban, stil, energji, po mbi të gjitha me guxim ndaj Kurtit. Ai është i vetmi që po ballafaqohet me Kurtin në mënyrë efektive. Dhe tash po i nisë protestat e para në rrugë kundër Kurtit, gjë që Memli, Lumiri, Urani nuk kanë guxu as me i përmend se le më me organizu. Ata kanë pas thjesht frikë nga Kurti e përpa nuk po fregohet nga Kurti. Prandaj përparimi ka nisë me u bë, kisha me thonë, zori i vërtet opozitar. Aja ka nisë me qanë narrative në Kurtit, me qanë frikën, po e qanë edhe hezitimin. Modeli përparimit, unë them që është fillimi i rrezikut të parë real për Albin Kurtin. Kurti nuk rrëzohet me Memla, me Urana, me Lumira, me Vlora. Përkundrazi ata ja zgjasin jetën politike. Kurti rrëzohet pikrisht nga modeli përparim Ramës, i thjesht, i guximshëm, pa komplekse. Bravo për po. Mos gabo më ndalë. Sepse unë jam i bindur që ndryshimi ka me ardhur nga energjia jote,
Sepse jo vetëm kryeqyteti, po krejt Kosova kërkon autenticitet dhe jo luftë artificiale politike. Është pikërisht autenticiteti ajo valuta më e fuqishme e opozitës moderne. Përparim Roma, si duket, ka filluar me konvertu këtë autenticitet në kapital politik, kapital që gradualisht mundet me ridizajnu sistemin opozitor në Kosovë. Për pa pra thjesht miq po shfaqet si një farë aktorit transformues ku originaliteti dhe guximi i tij po funksionojnë si mekanizma kisha me thonë koxha performativ të opozitës së vërtet. Ai ka filluar me kriju një hapësirë tre politike, një hapësirë alternative ku qytetaria dhe autenticiteti dhe konfrontimi po e sfidojnë koxha seriozisht hegemoninë e regjimit të Kurtit. Përpa nuk është thjesht kundërshtar i Kurtit tash. Ai po prodhon një frymë tre opozitore, duke u pozicionu si thush si një vektor i ndryshimit strukturor në krejt politikën kosovare. Bravo për po. Don't give up, change is needed.